Komisioni Evropian rrëzon zyrtarisht presidentin e Republikës Bamir Topin për ligjin e menaxhimit të integruar të mbetjeve. Vetëm një ditë më parë, komisioneri për mjedisin Janez Potočnik deklaroi në Bruksel se ky ligj jo vetëm që është në përputhje me legjislacionin evropian, por ai përbën një hap të madh përpara dhe se është më rigoroz se vetë ligjet e BE-s për sa i përket listës së mbetjeve për industrinë e riciklimit. The law on waste management is a major step ahead. It's aligning a lot of your legislation. Ligji për mbetjet është një hap i madh përpara, është në përputhje me legjislacionin evropian për trajtimin e mbetjeve. Gjithashtu, mënyra se si Shqipëria po e trajton importin e mbetjeve është në përputhje me legjislacionin evropian, derisa Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian apo OECD-s. Kështu po e shohin këtë çështje edhe ekspertët tanë. Kur ju të bëheni antar të Bashkimit Evropian, ne mendojmë se ju do t'ju duhet t'i hiqni masat shtrënguese. Presidenti i Republikës e ktheu ligjin për rishqyrtim në kuvend më 14 tetor, sipas tij për arsye mjedisore, por pa shpjeguar cilat dispozita kushtetuese cënonte ai, si dhe deklaroi publikisht se për çështjen e mbetjeve ai ishte vetë ekspert. Mund t'ju them që është një fushë që në background tim akademik është një fushë që unë e njoh shumë mirë. Ndoshta për element tjerë mund të kem nevojë për konsulenca. Për rastin konkret kam qenë konshient për ta kthyer. Por mazhoranca reagoi duke thënë se ligji ishte kthyer për qëllime të pastra politike dhe se Topi po e përdorte presidencën politikisht. Qëndrimi zyrtar i Brukselit ndaj këtij ligji tregon se ai është sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Vetë ministri i mjedisit Fatmir Mediu thotë se debati politik mbi këtë ligj është i pavend. Duhet të theksoj edhe një herë, për këdo, duke filluar nga presidenti i Republikës dhe çdo qytetar i thjesht, ta kenë të qartë një herë për gjithmonë. Kjo qeveri nuk ka hapur dyert për importin e mbetjeve. Kjo qeveri ka mbyllur dyert për importin e mbetjeve. Ligji ynë është shumë restriktiv, është shumë i shtrënguar se sa ligjet e vendeve tjera qoftë edhe këtyre të rajonit, por nga ana tjetër ka përcaktuar një procedurë shumë më strikte se vendet e tjera. Në vendet e tjera është Ministria e Mjedisit ajo që jep lejen për sa i përket importit të mbetjeve. Kurse në rastin ton, ajo që jep lejet është Këshilli i Ministrave. Ky debat publik për ligjin ka qenë i hapur për një vit e gjysmë, ku kanë qenë të ftuar të gjitha aktorët, grupet e interesit, shoqëria civile, specialistë e fushës që kanë dhënë mendimet e tyre. Dhe ligji ka ardhur me dakordsinë e gjitha palëve. Kuvendi i la sërish në fuqi ligjin duke rrëzuar dekretin e presidentit të Republikës. Vlerësimi zyrtar i Bashkimit Evropian për ligjin është një tjetër goditje ndaj këtij dekreti.